Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari ka prezantuar në mbledhjen e përbashkët të Komisionit për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike me Komisionin për Nismat Qytetare gjetjet kryesore sa i takon punës së institucionit të drejtësisë përgjatë vitit që lam pas. Sipas tij, vendi ynë ka pasur rritjen më të lartë të hetimeve në 5 vitet e fundit proaktive dhe të sekuestrimeve pasurore. SPAK tha ai ka regjistruar 65 hetime të nisura kryesisht dhe 163 procedime me përgjime. Në vitin 2024, Shqipëria ka pasur rritje më të lartë të hetimeve proaktive dhe të sekuestrimeve pasurore në 5 vitet e fundit. Hetimet e nisura kryesisht nga prokurorët janë shtuar me 12.3%. Janë sekuestruar dhe konfiskuar 65.5 milion euro pasuri. Një rritje domethënëse me gati 60% krahasuar vetëm me një vit më parë. Kjo është rritja më e lartë në 5 vitet e fundit. Janë çuar për gjykim 569 çështje korrupsioni dhe shpërdorimi i detyre me 234 të pandehur. Janë trajnuar mbi 1500 profesionistë të drejtësisë dhe janë zhvilluar 190 trajnime për prokurorë dhe oficerë të policisë gjyqësore. SPAK ka regjistruar 65 hetime të nisura kryesisht dhe 163 procedime me përgjime, për mbi ngarkesën e lartë në trupën e prokurorëve. Aktualisht që ne flasim, kemi 34.5% të organikës me vende vakante. Konstatojmë gjithashtu për fat keq një përdorim të kufizuar ose jo aty ku është potenciali i teknologjive moderne në hetime. Lamallari tha se Ministria e Drejtësisë do të fokusohet në 5 shtylla kryesore në vijim për një drejtësi më transparente. 5 shtylla kryesore. Konkretisht, sundimi i ligjit dhe drejtat e njeriut në qendër të procesit penal. Së dyti, forcimi i luftës kundër kriminalitetit. Rritje e hetimeve të nisura kryesisht, thellimi i hetimeve financiare dhe pasurore dhe krijimi i njësive të specializuara të hetimit, sidomos ku flitet kundër korrupsionit. Së treti, integriteti dhe transparenca në veprimtarinë e prokurorisë. Këtu kërkohet kontroll më i rrept i integritetit të prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore. Së katërti, rritja e eficiencës dhe kapaciteteve institucionale. Përdorimi i metodave bashkëkohore dhe bashkëpunimi ndërinstitucional. Zgjerimi i përdorimit të inteligjencës artificiale dhe mjeteve digjitale në hetime, kryesisht në hetime proaktive, ngritja e skuadrave të përbashkëta hetimore me partnerët e vendeve anëtare të Unionit Evropian, si dhe intensifikimi i shkëmbimit të dhënave me institucione ligjbatuese brenda vendit, por edhe ato ndërkombëtare, kryesisht Europol, Eurojust e tjerë. Mëtej ai është përfshirë në debat me opozitën sa i përket deklaratës së tij për ligjin 7501, pasi Lamallari tha se ligji për pronën është vepër e Partisë Demokratike. Përveç pjesës raportimit, kishte nisur me një ndjesë publike për faktin se në cilësinë e tij si ministri i drejtësisë, duke u bërë pjesë e një debati politik, ka dizinformuar hapur opinionin publik, lidhur me një çështje sensitive për gjithë shqiptarët, siç është çështja e pronës, duke pretenduar që ligji 7501 është miratuar nga Partia Demokratike dhe pasojat dhe plagët sociale që ky ligj ka hapur i atribuohen thjesht dhe vetëm aktivitetit politik të Partisë Demokratike, çka rezulton që nuk është e vërtetë. Në 8 vite e gjysmë që jam pjesë e kësaj qeverie, në asnjë moment nuk kam dezinformuar, gjithmonë i referohem fakteve, deklaratave të bëra edhe publike nga eksponent lart të politikës. Mjafton të shohim një intervistë të datës 11 shkurt 2014 ku merret përgjegjësia për atë ligj dhe të lexohet në mënyrë korrekte dhe jo tendencioze edhe deklarata ime lidhur me nevojën e madhe që ka ky vend për të ndarë nga një shkuar problematike ku pjesë e këtyre problemit të madh ka qenë pjesa e pronës. Ligjin 7501 e ka miratuar Partia Socialiste. Në atë kohë presidenti ishte Ramiz Alia. Dhe nuk mund të thoni e kam dëgjuar në media dhe t'i referoni 2014. Mjafton të hapni pak. Edhe në media gjeni titullin e ligjit. Ju referova deklaratës së kryetarit tuaj në media ku bënte një mea culpa për këtë ligj. Për të qenë shumë korrekt dhe ju lutem këtu të doja që mos e vazhdojmë më tepër. Në Komisionin e Ligjeve nuk munguan as ironi. Deputeti Sajmir Koreshi përmendi kryeministrin Edi Rama dhe faktin që ky i fundit ka munguar në seancat e fundit plenare. Ore, me që na ka marrë madhe të kryeministrit se ki parë në herë,
Nuk kemi ne ta puthim i herë se na moj malli e bëri dhe. Ju lutem, se ti edhe po erdhi se mbrin dot. Ai kryeministri nuk e dina, nuk vjen ndonjëherë këtu. Në Komisionin e Ligjeve, ditët e fundit kanë raportuar institucione të ndryshme të drejtësisë sa i takon veprimtarisë së tyre në vitin që lan pas.